ish të gjimnasit dhe ish trajneri kampioni Vllaznisë, por edhe ekipi tonë kombëtar Portil Hoxha u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare, duke lënë pas një karrierë të pasur sportive, por ka lënë pas dhe 2 trashëgimtar të djemë të spikator si Albani dhe Dori. Me Dorin jam në këto momente keqardhje që po përcjell në palesën e fundit baba juaj Dori. Të falem me shumë respekt nga komuniteti i Shkodrës dhe sidomos nga ai sportiv dhe kryesisht gjimnastika. Shumë faleminderit për fjalët bukura që the. Edhe sinqerisht, jo pse është baba jon, po realisht ka kanë shumë i dashur. Edhe ka mu mojtë me në gjithmonë një shu i qeshën, një shu sportiv, një shu atlet, si i thosha unë. Edhe ma shumë se muni keq, më vjen keq të po tonë këtë njëri, edhe du vetëm i falenderu, sinqerisht, du vetëm i falenderu tani këtë popull, tani këtë bilet që e ka dash fart, edhe inshallah qofti gjenetit edhe në ka lanë shnetit. Çfarë kujtoni në aspektin sportiv, keni pasur? Kena pas shumë kujtime, absolutisht. Unë e kam njek vetë, personalisht, mu kam kanë vetë në sportin, Institut Fiskulturës, edhe e kam njek shumë. Qa bote baba, më ka marrë qysh fmi me bas të vitje me gjimnastit. Më ka dhanë paka shumë kulturën që ka boj sportit, edhe e kam në frymë në gjak. Vazhdej me njek. Ta në gjonat, miqt, edhe e jo vetëm. Kam shumë kujtime, që me pak fjallë nuk shpjegohen, po duhet shumë kohë. Për gjonat që kanë me metë në zemër, kanë fitore që bate medaljet, mjeshtër që kanë, mjeshtër që ka ba në ekip ti Vllaznisë, e jo vetëm Vllaznisë, po ishte edhe sekretari i federatës, Gjoqi, e ka ba me pasen, edhe thote, ika unë, pa ika dhe gjimnastika. Nështë ta gabim që thamë, për realisht i shu ishte. E du shumë, e ka me mungu shumë. Ka qenë shumë pasionantë. Jo vetëm për gjimnastikën, për gjitha sportet, për zhvillimin e sportet. Absolut. A i ka marrë pjesë edhe futbolli, gjatë që më thote mu, pa gjimnastikë, s'ka sport. Pas të vitje, pa përgatitje, nuk ka me pas kur asnjë lloj sportit. Edhe i kam thënë gjithmonë bravo, jo se unë jam me një që di gjithë që, po realisht një shumë e ulli. Kur ishte ai, kishte fitore, edhe e thamë me gjithë shpirt, kur ka kene në gjimnastik, ka pas shumë fitore. Edhe Shqipnia është prezentu gjithmonë në prespetakjat, edhe mi thoti sa herë. Pa, shuka ka e bo me jeta, inshallah ka mu majtë me gjithmonë. Kemi një trashëgimtar të Portil Hoxhës në fushën e sportit dhe kryesisht të gjimnastikës? Nuk jam kreti sigurt, vajza jeme, ashtu bo prova tilla. Nuk e di se është e shkrume. Pa normal ka me zgjallë Shqipnin, po mërmendja, inshallah. Ishim me Dori Hoxhën, djalin e vogël të profesor të trajnerit dhe sportistit e merituar Portil Hoxha, i cili u nda nga jeta në moshën 82 vjeçare dhe sot u plotësoi me shumë nderime dhe respekt nga komuniteti i Shkodrës, kryesisht ai sportiv dhe me veçanti disiplina e gjimnastikës ishte prezent e gjitha këtu, edhe kerët më të lartë duke ardhur edhe nga kryetari drejtues të shumë organizatave sportive. Dori, mushtrime për humin e babait tuaj, Portil Hoxhës, që ka lënë gjurmë, ka lënë kujtime të pashlyeshme, si një trajner që i solli Vllaznisë medaljet e arta në 2 spartakjata kombëtare, por edhe si trajner i kombëtarës që e ngriti në nivelet larta të gjimnastikën shqiptare. Shumë faleminderit, do ta kuptoj me moll. Ton kam përshtypjen ton sportistët e tij e jo vetëm. Do ta mëngoj profesor Barri, por kujtimet e tij, karriera e tij do të jetë prezent gjithmonë mes nesh. Shumë faleminderit. Faleminderit se mos u takoshim kur kështu rastesh. Po, faleminderit.